Prej sfidave të verës për besimtarët është edhe sfida e rrezikshme e veshjes. Dini vëllezër dhe motra se e veshja për besimtarin dhe besimtaren, ashtu si verës edhe dimrit, duhet të jetë sipas rregullave të Allahut Azza wa Jall. Vera nuk e ndryshon dispozitën e Allahut Azza wa Jall karshi veshjes së besimtarit dhe besimtares. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon me një hadith të dy grupe njerëzish janë prej banorëve të zjarrit që tash në kohën tonë nuk i shoh, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gra të veshura, por në realitet janë të zhveshura. Para më vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po tregon për ato gra të cilët janë të mbuluara, mirë po mbulesa e tyre është ose e ngjitshme, është që ngjitet në trup, ose po është e të dukshme, ose po nuk e mbulon sipas rregullave të sheriatit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato të cilët janë karakteristikat e kësaj mbulese, thot ruusuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ila. Kokat e tyre thot i kanë sikur sa ato gungat e devës. Para vëllezër, i ka bashkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbulesat e shumë prej vajzave dhe nënave tona në të kësaj kohe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se kjo mbulesë nuk do t'i pranohet Allahu azza wa jall, për shkak se është mbulesë tërheqëse, mbulesë që i tërheq syt dhe e meshkujve dhe i vendon meshkujt në sprovë. E mbuluar, mirë po e zbuluar. E mbuluar tërheqëse për meshkujt. E mbuluar, e drejtuar, e parfumosur, e shtrënguar, del në rrugë dhe ajo mendon se ka vendosur hijabin, ndërsa faktikisht ajo llogaritet te Allahu azza wa jall se është e zbuluar. Kjo nuk është për t'i ofenduar kërkënd, kjo është për t'ia tërheqë vërejtjen që të mbulohen, se mbulesa duhet të jetë e gjarë, mbulesa nuk duhet të jetë e ngushtë, mbulesa nuk duhet të jetë e të dukshme, mbulesa nuk duhet të jetë e parfumosur, gruaja nuk duhet të del në rrugë e lyer, e shminkatur, e drejtuar, e zbukuruar, e parfumosur, nuk duhet të del në këtë lloj mënyre në rrugë, nga se kjo nuk llogaritet në mbulesë. Nuk llogaritet në mbulesë. Gruaja duhet të del në rrugë modeste, me hijabin siç ka urdhëruar Allahu azza wa jall. Shamia të jetë e gjatë, që e mbulon për gjoksin e vajzave deri poshtë. Duhet të jetë mbulesa e gjerë, jo e ngjitur për trupi, duhet të jetë mantilli i gjerë. Nuk duhet të del e parfumosur, nuk duhet të del e lyer në rrugë. Dhe të ketë kujdes të hece me modesti, ashtu si i takon një besimtare, siç kanë qenë shembuj nënat e besimtarëve, gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, vëllezër, kur jemi te aspekti i sfidës së veshjes, kjo nuk do të thotë që për burrat nuk vlen e njëjta gjë. Edhe për burrat vlen, edhe burrat e kanë të ndaluar të veshin veshje të ngushta, veshje të dukshme. Edhe burrat e kanë të ndaluar të veshin të shpalosin avretet e tyre. Edhe burrat duhet të kenë kujdes se si veshen, ka se së pari është prej morali dhe akhlakut, pastaj e dyta e vëllezër, shumë prej vëllezërve dhe të cilët falen në xhami vinë me tesha të cilat ndoshta namazi i tyre vendohet në rrezik, a është i pranuar apo nuk është i pranuar. Prandaj kur flasim për gratë, flasim edhe për burrat në të njëjtën kohë, se qëllimi është që të dy palët të jenë praktikues të urdhrave të Allahut azza wa jall, ashtu siç don Allahu azza wa jall.